Shlaku, një ndër zonet e potencial të veçantë dhe resurse të pasura turistike, vetëm 20 km larg Vojdesit, ka qelur zyrtarisht sezon turistik, duke synuar të rrejë gjithnjë me shumë vizitor vendet të huaj. Iniciativa ishte e banorit të zonës Mark Gjeka, e cila u mbështetet nga Bashkia Vojdes. Zëvendës kryetaria e bashkisë Aleksandra Gjoni vuri thesën tek banorët e zonës, të cilët nuk kanë zgjedhur të emigrojnë, por të qëndrojnë të investojnë në shlak. Ne si bashki turizmin e kemi plan kryesor apo prioritet në bashkinë tonë, pasi për shumë arsye, por do të cilësoja dy. Pikë pari, sepse ne kemi një natyrë të jashtëzakonshme e cila është shumë e bukur dhe i ka gjitha bukuritë e saj natyrore të gërshëtuara shumë mirë njëra me tjetrën. Po arsyeja tjetër është sepse ju ka juve, që jeni një shumë punëtor, që jeni vazhdimisht të angazhuar për me promovu këtë vend dhe gjitha këto bukuri dhe jeni të gatshëm të punoni me punë të jashtëzakonshme pavarësisht vështirësive që keni. Dhe do shfrytëzoj edhe rastin t'ju falenderoja që nuk shkoni mu largu, por vazhdoni investoni edhe kontriboni në vendin tuaj. Sepse faljush, ky nuk është vetëm një vend i bukur, por është edhe një vend i gjallë edhe i cili po zhvillohet gjithmonë më shumë. Ne si bashki jena gjithmonë të angazhuar për me e promovu, por edhe me siguru një turizëm sa më të pastër, qetë edhe që të ketë që më ofru për vizitor që vinë këto, falë personave si puna juaj që kontribojnë nëpërmjet bizneseve tyne, por edhe nëpërmjet stafit tonë bashkisë. Gjithashtu dua t'ju uroj një sukses sa më të mbar dhe të begat turistik. Në kohë të kësaj hapje, organizuan një aktivitet promovues në natyrën piktoreske të zonës, ku të pranishmit patën mundësinë të shijojnë bukurinë natyrore, ajrin e pastër dhe ofertat turistike që shlaku ofron. Ky event shënon një hap të rëndësishëm në promovimin e shlakut si një destinacion turistik gjithvjetor, duke vënë pa potencialin e tij për zhvillim të qëndrueshëm dhe turizëm natyror.